Të nderuar qytetarë, sikur të mos mjaftonte fakti që mësuesit shqiptar janë më të keq paguarit në Europë edhe në rajon, ata janë sot edhe më të mashtruarit. Vendimi për rritjen historike të pagave të mësuesve në sistemin parauniversitar, siç na e përshkroi kryeministri në qershor të vitit 2024, rezultoi jo vetëm mashtrim, por 11.172 mësues shqiptar janë përballur me uljen e pagës. Vendimi i Këshillit Ministrave, pikërisht ky që kam unë këtu, pra vendimi numër 425 i datës 26/6/2024 i ka penalizuar këta mësues duke ulur pagën nga 2.000 deri në 6.000 lekë të reja. Këtyre mësuesve u është shkelur e drejta e fituar dhe ndihen të diskriminuar në trajtimin me pagë përkundrejt të njëjtës punë krahasuar me kolegët e tyre gjatë ushtrimit të profesionit. Kjo VKM dhe në mënyrë të veçantë lidhja numër 4, e cila përcakton shtesën e nivelit të kualifikimit, cënon disa të drejta të punonjësve të përcaktuar qartë në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në Kodin e Punës dhe në kontratat kolektive. Konkretisht, për mësues të arsimit fillor, paga e grupit nga 14.000 lekë është ulur në 10.000 lekë të reja. Për mësuesit me diplom master profesional, paga e mësuesit është ulur nga 14.000 lekë në 12.000 lekë të reja. Për mësuesit me diplom master i shkencave apo master profesional, paga e grupit është ulur nga 14.000 lekë në 10.000 lekë të reja. Për mësues të arsimit fillor, arsimi mesëm i ullët dhe arsimi i lartë në shkollë të mesme pedagogjike, paga e grupit është ulur nga 14.000 lekë në 80.000 lekë të reja. Nga ana tjetër, mësues të arsimit parashkollor, paga e grupit nga 14.000 lekë që ishte është ulur në 10.000 lekë të reja. Këtu përfshihen dhe mësues të klasave përgatitore në arsimin e mesëm të ulur, të cilve paga e grupit nga 14.000 lekë që ishte më parë është ulur në 10.000 lekë të reja. Mësuesit e prekur janë trajtuar për vite me radhë në mënyrë të barabartë, e theksoj në mënyrë të barabartë si kolegët e tyre, në përputhje me ligjin, ndërsa ndryshimi i një anshëm i kësaj trajtese përkeqëson kushtet e tyre të punës dhe cënon pagën e fituar ligjërisht. Çdo ndërhyrje që sjell pasoja negative mbi të drejtat e punonjësve përbën diskriminim dhe krijon pasiguri juridike në sistemin arsimor. Në një kohë kur vendit i duan mësues më shumë se asnjëherë tjetër, pasi shkollat kanë mungesë të theksuar të stafit pedagogjik, për një pjesë të madhe të tyre paga jo vetëm që nuk u rrit, por u ul, duke e kthyer premtimin në mashtrim dhe duke minuar besimin e punonjësve të arsimit ndaj institucioneve shtetërore. Situata bëhet edhe më alarmante në një kontekst ku arsimi mbetet i nënfinancuar me më pak se 2.29% të prodhimit të brendshëm bruto. Në vend që të investojmë në arsim dhe tek njerëzit që mbajnë në këmbë sistemin, qeveria merr vendime që ulin realisht të ardhurat dhe dëmtojnë dhe demotivojnë mësuesit. Pasojat e kësaj politike të dështuar, por reflektohen drejt për drejt edhe në shpopullimin masiv të vendit. Vetëm këtë vit, arsimi parauniversitar ka 17.000 nxënës më pak, ndërsa në 5 vitet e fundit janë humbur mbi 115.000 nxënës. Zbrazja e shkollave është e frikshme dhe është pasqyra më e qartë e dështimit të politikave arsimore, sociale, ekonomike të kësaj qeverie.
Shkollat po mbyllen, klasat po boshatisen dhe mësuesit po detyrohen të largohen nga sistemi ose nga vendi, ndërsa qeveria vazhdon të injorojë realitetin dhe të mos marrë asnjë masë serioze për të ndalur këtë hemoragji njerëzore. Ndaj duke reflektuar këtë shqetësim të qindra mësuesve dhe të sindikatës së bashkuar të mësuesve, jam drejtuar Kuvendit me një kërkesë për një seancë pyetje e përgjigje me ministren e arsimit. Në mbështetje të kërkesave të tyre të drejta, qoftë të sindikatës dhe të punonjësve të arsimit, kërkoj rishikimin e menjëhershëm të këtij vendimi dhe hapjen e një dialogu institucional serioz që garanton trajtim të barabartë, respektim të drejtave të fituara dhe dinjitetit të mësuesve. Ndaj hapi i parë për këtë është një ballafaqim i hapur me ministren e arsimit, e cila duhet t'i japi përgjigje pyetjeve. Si e shpjegon ministri e arsimit faktin që pas premtimeve për rritje pagash, mbi 11.000 mësues sot paguhen më pak, ndërsa arsimi vijon të jetë i nënfinancuar dhe shkollat po zbrazen çdo vit e më shumë. Cilat janë masat që do të marrë Ministria e Arsimit për të korrigjuar këtë vendim diskriminues në pagë për 11.172 punonjës mësimor për të garantuar trajtim të barabartë dhe respektim të drejtave të fituara të mësuesve. Ne kemi nevojë sot për shumë se kurrë për mësues. Me ritmin aktual, kolapsi i sistemit arsimor nuk është larg dhe këtë kolaps nuk mund ta shmangim nëse vijojmë t'i mbajmë mësuesit të papaguar dhe të demotivuar. Arsimi sot është një urgjencë kombëtare dhe qeveria do duhet të mbajë përgjegjësi. Faleminderit.